Politike kanë mbërritur në ditën e fundit. Një ditë përpara heshtjes zgjedhore, të dyja partitë e mëdha organizuan takimet e fundit elektorale në të njëjtën orë në Tiranë. Madje të dy liderët, Sali Berisha dhe Edi Rama, ishin kujdesur që edhe fjalët e tyre të ishin në të njëjtën kohë, duke vënë kështu në vështirësi edhe mediat që do transmetonin fjalën e tyre. Ndër të tjera, në ditarin e mbrëmjes në CNN do të ndiqni. Pak orë larg zgjedhjeve të së dielës, qeveria e drejtuar nga socialistët vendosi të fajë gjobat e papaguara të qytetarëve dhe bizneseve. Vendimi përfshin masat administrative të vendosura nga 1 janari 2015 deri në 30 nëntor 2024. Partia Demokratike e cilësoi vendimin në shkelje të ligjit, ndërsa i bëri thirrje SPAK dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve të veprojë. Me zgjedhjet në Prag, policia e shtetit informon se në terren do të angazhohen rreth 5.000 efektiv. Masat janë rritur edhe në burgje, ku të drejtën e votës e kanë rreth 3.000 të dënuar dhe të paraburgosur. Ju përshëndes e mirë se erdhët në ditarin e mbrëmjes në CNN, do t'jemi bashku, një jam Gjoneta Progni. Ta shikosh Shqipërinë sot pa Partinë Socialiste është një lloj si të shohësh një kënet dhe një zë prej bufi aty. Ta lësh Shqipërinë në mes të punëve të mëdha dhe jashtë Europës 2030-s. Kjo ka qenë retorika e gjithë fushatës së Partisë Socialiste dhe në mbyllje të saj Edi Rama ka përdorur po këtë retorik për të kërkuar për të fundit herë votën e shqiptarëve. Ai ka përmendur me detaje Tiranën dhe qëllimin e tij për të marrë 2 mandate më shumë në këtë qark. Ta mendosh sot Shqipërinë pa ne. Partinë Socialiste të Shqipërisë në krye të punëve të saj të mëdha dhe të përpjekjes son për të ngjitur në majin 2030 është njësoj si ta mendosh Shqipërinë me flamurin ngjyrë kënete. Është njësoj si ta dëgjosh zërin e vendit me shkëputjet e fillit të një plaku të raskapitur mendërisht, të dëshpëruar moralisht dhe të pashpresë politikisht. Është njësoj si të shohësh krahët e drejtësisë të brejtura nga mijët e kënetës. Është njësoj si t'ia presësh këtij shteti këmbët dhe ta rrogullisë përsëri kovë pusi te poshtë. Po Tiranën e lënduar nga ngjarja e fundit, e harrova vallë që nuk e rendita në listën e qarqeve me mandatet e tyre. Nuk e harrova, natyrisht. Po pse atëherë e lash jashtë listës më sipërme? Ndërkohë që brenda nesh debati lidhur me sondazhet, lidhur me të dhënat nga terreni, është se në Tiranë ne do të marrim 1 apo 2+, duke shkuar nga 18 në 20. Nuk e harrova, por e lash veç, sepse Tirana ha buk veç. Është jo vetëm kryeqyteti dhe qarku më i madh i Shqipërisë me shumë diferencë nga i dyti. Por Tirana është dhe krenaria jonë më e madhe, jo thjesht si qytetarë të saj, po si shpëtimtarët dhe transformuesit e saj. Është fati europian i Shqipërisë që ka ardhur në dorën tonë. Dhe ju thash, unë nuk besoj tek rastësitë, unë besoj që fati europian ka ardhur në dorën tonë dhe dora jonë është në fletën e votimit për ta mbajtur fatin në dorë dhe për të vendosur për fatin me duart tona më në fund. Qofshin të bekuar të gjithë fëmijët e Tiranës dhe fëmijët e Shqipërisë, të prindërve me të gjitha bindjet politike dhe qofshin prindrit e tyre të vetëdijshëm se 11 maj është në radhë parë i fëmijëve të tyre. Shumë faleminderit.
Edhe pak minuta dhe hym në heshtjen zgjedhore, ndaj po e shfrytëzojmë mundësinë e fundit ligjore për të biseduar edhe një herë në studio për zgjedhjet në fushat. Natyrshëm, edhe pse është heshtje nesër, asnjë nuk do të hesht së foluri vetëm për kutinë e votimit dhe numrat që do dalin prej saj. Ndaj për këto llogari të fundit, me mua në studio është Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, zoti Blendi Gondxhia. Ju përshëndes dhe shumë faleminderit që jeni në këtë orë me mua në studio. E mbyllim kështu së bashku këtë fushat ligjërisht me këtë orar. Po faleminderit, qelloj mirë, përkon mirë se është fundit dhe duket sikur thua fjalën e fundit në kuptimin e edhe një mesazh të fundit për qytetarët. Në fakt, për mua është interesante të di ju keni pasur kohë të jeni në terren jo vetëm këtë muaj, por edhe shumë javë, ndoshta më herët. Se i bindur jeni që në këtë moment keni arritur që përmes fushatës suaj të fitoni mendjet dhe zemrat e atyre që janë jo socialist, po mund të votojnë për ju? Jam i bindur e para një nga ana sasiore për masa e asaj që njeriu kandidati politikani mund të dëshirojë është e pa limit, është e pa kufizuar, nuk diskutohet dhe për këtë arsye dhe ndoshta është e justifikuar që nuk mund të arrihet dot gjithçka dhe gjithkush. Këto zgjedhje erdhën me një formulë të re që ishte mjaft e vështirë dhe e komplikuar për një nga aspektet e saj që territorialisht 5 bashki kandidat në rang qarku është pothuajse e pamundur fizikisht që të jesh njëkohësisht në kaq kosa është e mundur të bësh fushat. Unë hy tek njerëzit që mendoj që vendi duhet punoj, duhet qeveriset, aq më tepër kur ne jemi në qeverisje, pra nuk është se jeni një parti në opozitë dhe do kesh edhe një kohë më të pakufizuar për të punuar. Pra në radhë parë një shërbimi numër 1 dhe prioriteti numër 1 është që vendi të vijojë qeveriset dhe vendi të mos punoj 2 vjet dhe të jetoj 2-3 vjet dhe pastaj 1 vit ta ketë të humbur për shkak të fushatave elektorale. Pra mendoj që pas orës punës jam munduar të respektoj strikt dhe me shumë kujdes këtë si më thënë, domosdoshmëri për të respektuar vetëm ligjin, por edhe në respekt ndaj asaj që unë vetë besoj, edhe ekipi im, edhe gjithë njerëzit me cilët unë punoj, përjashtuar vullnetarëve të strukturave partisë, atyre që mund të kenë qenë pak të detyrim, pak të kusht, dhe pra jo në punën civil, jo të detyruar që të angazhohen vetëm pas orarit punës. Rrjedhimisht dita është pjesëtuar me 2, pra rrjedhimisht ke vetëm një pjesë të ditës, ke fundjavat, ke natën, po ndërkohë je njeri dhe duhet edhe të kesh disa orë gjumë, edhe të njerëzit që punojnë me ty të kenë të shlodhen pak, të rigjenerohen. Pra ka një limit kohor, nuk ka asnjë limit në kërkesën që ka secili, por ka një limit kohor fizik që është i pamundur që të lejojë më shumë. Nga kjo pikpamje, si më thënë, nga kjo si themi, nga ky këndvështrim është e pa mundur që të arrish gjithçka çfarë do. Është një fushat e cila të paktën deri tani, të paktën deri sot më ka befasuar me, si më thënë, më ka çuditur shumë me faktin që ne jemi natyrisht jemi pushtetar, unë jam pjesë e kabinetit, jemi në qeverisje dhe, si më thënë, o mungesa e një alternative, o mungesa e opozitës, o cilësia e ullët e komunikimit opozitar, o një pjesë, këtë po e bëj tani për qenë akoma dhe më, si me thënë, korekt me gjitha palët dhe për qenë akoma më i përmbajtur edhe akoma më modest, diçka ka ndikuar, ndoshta është thjesht që njerëzit janë të qartë dhe njerëzit e kuptojnë shumë mirë që ne jemi alternativa më e besueshme, ne jemi kauza më e mirë, ne mund mos jemi të gjithë njerëzit, si më thënë, perfekt, ne mund të kemi defekte, ne mund të jemi njerëz që edhe gabojmë, por kauza dhe një pjesë e mirë e, si themi, e protagonistëve e justifikojnë këtë interesim madh qytetarëve që nuk kanë rreshtur së dashuri të takohemi, së ardhuri për të takuar, së angazhuari, vullnetar, qytetarë cilët janë dhe në hall. Ne kemi organizata njerëzish në zonën ku jam unë, për shembull në njësinë 6, nuk është e lehtë të gjesh një familje apo një individ i cili mos ketë prekur nga një hall që lidhet me tërmetin, mos ketë prekur nga një hall që lidhet edhe me infrastrukturën në lagje, mos ketë një mungesë ose një kufizim saktuar në jetën e vet. Megjithatë janë shumë aktiv, janë shumë të angazhuar dhe përveç socialistëve ka një numër shumë të qytetarë që ne janë
afruar dhe janë shtuar numrit madh të angazhuarve, cilët janë pa parti, cilët janë trinj, votues për herë të parë, nuk po bëj propagandë, nuk po shtoj asgjë, pra unë nuk kam dalë dot dhe vetmi pishman që kam, është që nuk e kam dalë dot në këtë kohë që unë i përshkrova që është kaq sa është, që të mund të organizoj gjitha takimet që do doja, që të mund të jem në të gjitha qytetet, fshatrat, lokalet, po themi në të gjitha pikë takimet e kërkuara nga njerëzit. Dhe aq sa jam munduar që dhe të justifikohem, kudo ku mundem të delegoj kam deleguar, aty ku s'është e mundur të delegosh është e pamundur dhe do i shpjegosh qytetarëve që o do vini ju te unë në një takim shumë të madh, o do organizojmë një takim shumë të madh diku, që të mblidhemi më shumë veta dhe maksimizojmë kohën dhe mundësitë për të takuar. Por thënë kjo, domethënë është dëshira shumë e madhe, por mundësit janë këto që janë. Dhe ne jemi, thash, të kufizuare për shkak se kemi punë. Unë drejtoj një dikaster të madh, të rëndësishëm. Jemi në pikun, në kulmin e çeljes së negociatave në kuptimin e gjithë kapitujve dhe ne kemi barën më të madhe të kapitujve në Bashkimin Evropian për të udhëhequr negocimin. Edhe, kështu që gjithë ekipi është shumë i fokusuar në këtë mision, që është edhe një nga premtimet kryesore dhe po themi një nga angazhimet kryesore të fushatës. Në fakt, ju keni pasur fatin, mund të përcaktoni ju nëse ka qenë i mirë apo i keq, por lista e hapur e Tiranës në Partinë Socialiste është e mbushur me emra të mëdhenj, pra që kanë pasur kontribut prej vitesh në Partinë Socialiste. Ka qenë më ashpër lufta apo gara brenda listës apo me kundërshtarin? Ne jemi njerëz, gjithmonë duhet mos harrojmë të element kryesor që gjithkush nga ne ka një natyrë të vetën, ka një karakter të tij dhe këtu ndoshta është edhe vetë vlera e listës. Pra ne jemi shumë e gjithë kjo ofertë plurale, po edhe me shumë, po themi, preardhje, përfaqësime, profesione, mosha, ka bërë që vetë lista në fakt jetë interesante për publikun. Unë e di që në listat e tjera të partive të tjera mund të ketë kandidat interesant, njerëz të aftë, njerëz me dashuri për vendin e tjerë, por shoh shumë pak kauza në listat e tjera të cilat janë, si themi, në lartësinë e rëndësisë që ka ajo lista, në lartësinë e asaj që qytetarët presin. Megjithatë, unë jam pjesë e formacionit tonë, jam pjesë e Partisë Socialiste, ne me sondazhe, me gjithë fotografimin e ndjeshmërisë publikut, me anketimet përditshme, me të gjitha teknikat edhe nga më inovative që ne përdorim, që janë sot, po themi, vegla për gjithë qytetarët, kollaj me gjithë sistemet dhe aplikacionet që sot janë në dispozicion, jemi munduar që të kuptojmë atë që është më si themi më e domosdoshme, mënyrën se si duhet të komunikojmë, mënyrën se si duhet të promovojmë, mënyrën se si duhet të pasqyrojmë punën tonë, mënyrën se si duhet të flasim, mënyrën se duhet të qasemi, mënyrat më efikase të themi të publikimeve dhe të gjithë gjuhës sonë elektorale karshi qytetarëve, natyrisht duke e parë gjithmonë këtë gjë si një komunikim i cili sa më shumë të jetë dhe i vërtet dhe i afër dhe i prekshëm dhe të jetë real, pra të jetë në takime direkte, por duke përdorur natyrisht shumë edhe fuqinë e jashtëzakonshme të rrjeteve sociale, të cilat na japin shumë dorë. Dhe normal që jeta ime para fushatës ka qenë me 3-4 postime në ditë, jeta ime sot, profilet e mia sot, që janë pak a shumë të kthyer si një medium që është gati është e pa imagjinueshme, me vitet përpara ka ndryshuar, jeta ka ndryshuar mënyra e komunikimit. Janë me 13, 14, 15 postime kryesore në ditë, në 24 orë, të cilat janë takime, si më thënë, janë njoftime, janë shkëmbime të ndryshme informacioni në lidhje me punë, në lidhje me projekte e tjerë. Kuptohet një pjesë e tyre në respekt kodit zgjedhor, duke respektuar gjithë kriteret dhe gjithë kërkesat e kodit dhe të udhëzimeve të KQZ-s. Një pjesë tjetër e tyre janë në statusin e drejtuesit politik të njësisë dhe të kandidatit Gonxha, po themi, dhe kështu që gjithë kjo të jep nga gjitha krahët mundësinë që të matesh në mënyrë përditshme. Ne kemi ndjekur rezultatet e sondazheve në mënyrë të përditshme, të përjavshme. Kemi pasur një ngritje në pikë, komunikimi ka qenë një crescendo. Natyrisht që gjithë programet tona janë të kushtëzuara nga fakti që ne ndërsa flasim nuk mund vetëm të premtojmë, ne dhe punojmë. Një pjesë e mirë e projekteve janë vijimsi. Ato janë në proces, pra një pjesë e mirë e punëve janë duke ndodhur ndërkohë që ne flasim. Jo, po më thoni që duke pasur parasysh gjithë këtë punë të madhe gjatë fushatës, nuk keni pasur kohë ta ndjeni edhe konkurrencën e brendshme?
Me thënë të drejtën, ne kemi shumë pak kohë, kam pasur shumë pak kohë stafi im i afërt, që është pjesa e atyre që janë stafi politik që ministri i merr gjithmonë me vete. Këtë e them sepse para pak ditësh edhe lexova diku një akuzë që jo shefi im i kabinetit e tjerë, ekipi politik i një ministri në orët pas punës është tërësisht i lejuar dhe është tërësisht i lirë të jetë me ministrin, sepse unë kryej edhe këtë detyrë, ata janë ekipi më i ngushtë dhe prandaj është kabineti politik. Rëndësi ka që pjesa e statusit në punësit civil, pjesa e drejtorit përgjithshëm që janë me status në punës civil dhe me detyrat larta të kujdesen që të respektojnë ato ndalesa që ka KQZ-ja, po ama aqsa kemi mundësi dhe aqsa mund të afrojmë rreth vetes, nuk diskutohet që ka një limite dhe stafi që mund ndërtosh, sepse dhe ai duhet menaxhuar në vetvete pastaj. Në këtë kohë kaq shpejt, me matjet e veta dhe me gjithë atë që ne shohim, ne ndjekim dy krah, edhe çfarë zona dhe qytetarët mendojnë në nivel zone, në nivel qarku, pra njësie dhe nivel qarku, sepse nuk e kemi zgjedhur ne. Zgjedhjet janë me kandidat në nivel qarku, na duhet të masim dhe më shumë, po aq sa mundemi, nuk mund ndërkohë të vështrojmë dhe të analizojmë dhe çdo kandidat. Natyrisht që mundohemi të shmangim gabimet që janë të dukshme, që janë të thjeshta për të kuptuar dhe të shmangim avarit në komunikimin ton. Nga ana tjetër, perceptimi i ndjeshmërisë publike dhe i pëlqimit të qytetarëve dhe ajo që ata si më thënë na japin përmes mesazheve, përmes përgjigjeve të tyre, sondazhet janë të përsëritshme, gati edhe me të njëjtët qytetarë në njëherë, por si më thënë në pyetje, në atë që ne gërmojmë gjithkohon përmes shkencës anketimit, na jep të kuptojmë se ku duhet përmisojmë, ku duhet shkojmë më shumë. Për shembull, kandidati ka vështirësi në një zonë se ende nuk e njohin. Atëherë përmison vajtjen atje. Diku tjetër nuk janë të kënaqur, po them, me përgjigjet për disa tematika. Atëherë përmison postimet dhe komunikimin për këto tematika. Mundohesh gjithkohon të jesh sa më pranë asaj që qytetarët duan. Mbetemi pak te përmirësimi. Ju jeni përqendruar në kombinat në njësinë 6. Cilat janë problematikat? Çfarë mbeti pa u zgjidhur në 12 vite? Pra me çfarë premtimesh ju shkoni qytetarëve? Ne kemi një anomali në këto 12 vite tona, që ne kemi patur një goditje shumë të fortë në 2019 me tërmetet. Ka qenë goditje shumë e forte për ekonomi të rëndësishme të Bashkimit Evropian, lërmë për Shqipërinë. Dhe ajo zonë, për shkak edhe të, si të themi, të karakteristikave fizike të ndërtesave të asaj zone, me populite, ndërtesat që në kohën e rusëve, me dru, me ndërtesat që kanë qenë tërësisht të degraduara nga kohat shumë të amortizuara, u godit edhe shumë më fort nga tërmeti. Ajo zonë është goditur shumë më fort edhe sepse ka qenë më në afërsi të zonës nga erdhi tërmeti, pra mënyra si tërmeti goditi, ka goditur ndryshe në kodra, ndryshe në pjesën e urtësirës, dhe ata kanë qenë më të goditurit e tërmetit, dhe këtu kemi pasur disa vonesa të cilat kanë qenë në përgjithësi të lidhura me proceset gjyqësore, të cilat normalisht në një rend demokratik, në një shtet demokratik, në një shtet ligjor, janë e drejtit disa qytetarëve kur kanë ankimime. Po kjo kthehet pastaj në një tërkuz për pjesën tjetër të qytetarëve, cilët presin që një prej fqinjve të tyre të marrojë një proces gjyqësor, dhe i gjithë pallati vonohet në një vendim për ta shëmbur, a mos ta shëmbur, edhe për të ndryrë ose jo. Kjo ka krijuar disa pengesa, me sa di 12% e procesit të rindërtimit është ende e pambyllur, 88% është mbyllur dhe është një sukses total, janë mbi 15.000 apartamente, 706 njësi seksione ndërtimi, pra dhe nuk ka ndodhur në asnjë vend tjetër të Bashkimit Evropian, as në vendet të gështatës apo të super industrializuara, për shembull si Italia, pas tërmetit të madh që patën ata në Aquila, jo vetëm që nuk kanë dhënë shtëpi falas, por nuk kanë mbyllur ende procesin e ndërtimit. Ne jemi disa vjet më mbrapa, e vuajmë të gjithë, se ka qytetarë dhe familjarë cilët bonuset e qerave nuk u dalin, koha ka kaluar, ato duen indeksuar, sepse vlera e qerave në treg ka ndryshuar, ka problematika të këtij lloji, disa prej tyre kanë pas probleme për aplikimet, një pjesë që të gjitha këto po përmbyllen, është një proces i cili po përmbyllet dhe pa ndikuar në vot, po me gëzim them që kaluam në një vendim të rëndësishëm në mëngjes për një riparim, për një rregullim të procesit të shpronësimeve që prekte për shembull në zonën tonë disa prej po themi disa prej shorteve të cilat ishin vonuar për shkak të një vendimi qeverie që mund të merret vetëm tani, pasi u mbyllën disa procedura ligjore dhe disa procedura gjyqësore, edhe po ecim me sa mundemi që kjo të mbyllet. Po kombinati ka këtë problem kryesor, ka një problem që lidhet me legalizimet e disa prej objekteve, ka një problem që lidhet me bashkimin legalizim truall për certifikatat e pronësive, ka një sër problematika tjera që lidhen me
disa probleme infrastrukturore, po dhe problematika që trashëgon, jo për shkak të vetë njësisë, po për shkak se në kombinat ndodhen disa prej impianteve të trajtimit, për shumë ai i mbetjeve në landfillin e Sharës dhe ai i ureve zeza që është ngjitur në Prush, i cili është ende në proces për të kryer si investim dhe këto ndikojnë në disa prej nevojave që lidhen me kanalizime, kolektor, por kryesori ju thash që është pjesa e rindërtimit. Është një zonë shumë e dashur, autoktone, është një simbol, si themi, për kryeqytetin, në kuptimin që është një qytet brenda kryeqytetit, sepse është bërë rreth kombinatit, ka pasur një jetë dhe një urbanizim të zhvilluar me plan për shkak të industrisë së 3 kombinateve që ka patur. Rrjedhimisht kanë pasur një cilësi jetese të lartë në kohën e regjimit, sepse ka qenë organizuar jetesa rreth kombinateve, ka qenë ekonomia centralizuar, kuptohet, ka shumë të ardhur, ka një popullsi e cila ka ardhur dhe ka ndërtuar më pas viteve 90 në shumë zona në informalitet, dhe kështu që vuan pasojat e informalitetit të tranzicionit. Problematika cilat lidhen qytetarit e din, një pjesë e mirë problematika lidhet me ata, me hallet e tranzicionit, me pamundësi të shtetit në vite për t'i përballuar, dhe nuk e kam fjalën për qeverisjen tonë vetëm, po një pjesë varet edhe me fatkeqësinë që patëm. Dhe pastaj pas të parës erdhi e dyta dhe pandemia na goditi ekonomikisht prap, dhe një pjesë e mirë e fuqisë dhe energjisë sonë ekonomike ka ardhur vitet e fundit. Pra nuk është një 12 vjeçar i pastër themi në kushte optimale qeverisje, dhe këtu s'kam përmendur mandatin e parë ku gjithsesi ne ishim me ala dhe ne patëm një shpejtësi më të ngadalt mandatin e parë që sovrani i riparoi në 2017 kur na dha besimin plotësisht. Tani kjo punë prap pas nesër vendos dhe një herë sovrani dhe sovrani do gjykojë. Dua t'ju kthej pak pas në kohë nëse më lejoni në vjetorin e 1990-s ku ju ishit një student që kundërshtonit, luftonit klasën e vjetër politike. Sot një 18 vjeçari që ka 12 vjet që ka një qeveri, si shkoni? Çfarë qasje keni ndaj një njeriu 18 vjeçar, duke kujtuar edhe veten se sa shumë i keni kundërshtuar klasën e vjetër politike? Duke e siguruar që fakti që mund mos jetë i lumtur me gjithçka, fakti që mund mos jetë i plotësuar me gjithçka, çdo i ri. Unë jam prind vet, kam një djalë 31 vjeç, një djalë tjetër 21 vjeç dhe ju gjithë ne e dim se sa e vështirë është sot që besimi dhe shpresa të jetë gjithmonë e lidhur me një kontekst saktuar. Njerëzit sot janë të lirë, njerëzit sot mund të preferojnë, sidomos kur ata janë të aftë, po themi të përgatitur dhe mund të jenë gati për shumë realitete të tjera. Njerëzit sot natyrisht e kanë mundësinë të mendojnë për të edhe për të lëvizur, edhe për parë një realitet që është më i mirë, që ndoshta kushtet janë më të mira në disa prej sigurive që jashtë ofrojnë më shumë, ku diun, disa prej shërbimeve, disa prej kushteve aty janë më mirë se ne. Por ama ne i shkojmë me gojën plot, dhe ne i shkojmë me rezultate dhe i themi dhe flasim, mundohemi me gjitha grupet të flasim, komunikojmë, kemi folur me votues për herë të parë, me student, me të rinj, me të rinj cilët kthehen nga emigracioni. Ne kemi një numër të rinj që kthehen nga emigracioni në kombinat për shembull që nuk janë okay, nuk janë mirë me shokun kulturor që kanë pësuar kur kanë shkuar atje, vende si Gjermania, vendet, si më thënë, jo Italia dhe Greqia, po vendet ku synojmë ndonjëherë që ekonomikisht jemi më mirë, po të shkojmë atje sepse kanë tregje më të konsoliduar dhe ekonomikë konsoliduar, por jeta sociale atje është e vështirë për të integruar dhe ata kthehen me probleme, dhe shumë probleme të cilat do kenë edhe kosto sociale ekonomike dhe për ne kur ata kthehen. Mundohemi t'i shpjegojmë për vështirësitë, mundohemi t'i flasim hapur. Unë kam bërë një fushat vetë edhe në cilësinë e ministrit, natyrisht që ka më shumë përgjegjësi, barazh e madhe, pyetjet për mua janë më kritike, llogari dhënia është më evidente sepse je si ministër me ta, si më thënë, shpesh disa gjëra që duket si pa justifikim, mundohemi t'i shpjegojmë sepse kanë ardhur, pse kanë ndodhur, cilat kanë qenë mundësitë e vendit ku jemi sot. Dhe unë ditë them që dhe këtë e shoh, jo vetëm se e shohim në, siç u përmenda, në sondazhe dhe në pritshmëritë tepër pozitive që ne kemi. Jo vetëm si kandidat, po flas si forcë politike, njerëzit të rinjt gjithë e kuptojnë, se nuk po flas fare për pjesën e atyre që janë më të po themi më të moshuar e më me eksperiencë nga jeta, e kuptojnë shumë mirë në rast se flet, edhe në rast se kanë pak kënaqësi cilat mund të jenë të bazuara, e kuptojnë shumë mirë që jo gjithçka mund të bëhej perfekt në 35 vite tranzicion, me gjithë plagët që ne kemi trashëguar, në kaq pak vite qeverisje, hiq emergjencat e pandemin,
dhe me një vend i cili nuk vjen nga një kulturë demokratike, nga një treg, themi, si më thënë, nga një ekonomi tregu e avancuar në vite, në dekada, një vend i cili vetëm në vitin 90 e këtej shpërtheu vargojnë të regjimit monist. Domethënë, ne nuk kemi 200-300 vjet shtet që të kemi shfrytzuar kolonie, kontinente, e të kemi bërë import e eksport para 150 vjetësh a 200 vjetësh. Ky realitet nuk është realitet ynë. Njerëzit po të jenë të mirë informuar, po të dëgjohen, po të respektohen, njerëzit mirë kuptojnë. Edhe natyrisht që ka shumë rëndësi mënyra si ne i qasemi të gjitha komuniteteve, të gjitha grupimeve, ka dhe vende ku bëhet autokritike fort. Unë shpesh kërkoj ndjes edhe për njerëz, edhe për faza, epoka pushteti që as kam qenë pjesë, por as për në një, po themi, përgjegjësi direkte, por ama është shumë e rëndësishme që të ketë edhe ndjes. Në ato raste kur mund të ketë ndjes, po të jemi objektiv, po të jemi racional, po të shpjegojmë siç duhet gjithçka. Dhe fushata kur jenë pushtet nuk është fushat për të ardhur, si më thëmë, për të mbajtur pushtetin, është fushat për të përmirësuar në mënyrën më të përsosur të mundshme vetveten dhe për të përmirësuar, si më thënë, gjithë mekanizmat që pushtetit, qeverisë, ekzekutivit mund të jenë ngadalësuar, mund të jenë ngathësuar, mund të jenë penguar, vonuar, ndoshta, si themi, se s'po them përkeqësuar, se nuk është se ka një alarm në asnjë prej sektorëve që ne të kemi një alarm, po themi negativ, po ama ka pritshmëri të lartë, njerëzit stekën e duan më lart, ne mundohemi ta vëmë stekën bashkë me ta më lart, edhe t'i themi gjërat si janë dhe të mos delirojmë, të mos premtojmë gjëra që janë absurde, por me laps në dorë, edhe më ka rënë edhe shumë si ministri i ekonomisë flas për pensionet, për deficitin, për regjimin ton taksave, për mundësit tona, paketat që ne po punojmë, vitin e kaluar kemi bërë shumë reforma, shumë rimodelime ekonomike në shumë sektor, tregu i punës, pra po punojmë shumë për pensionet e tjerë. Të gjitha këto që ne flasim dhe komunikojmë me laps në dorë, ç'të ndodhi me pagën minimale, pse, si mund shkojmë kemi pagë mesatare më lart, çfarë ndodh ekonomisë, si mund të ndihmojmë bizneset që ata rrisin pagën minimale. Pra e gjitha kjo, po ta kuptojnë gjithë që është e gjitha e lidhur me njëra tjetrën dhe ka shumë rëndësi mendësia, mentaliteti, familja, edukimi, mënyra se përgatitemi në arsimin profesional, sepse nuk mund të jetë dot asgjë shkëputur, edhe vetë Bashkimi Evropian, gjithë negociatat, gjithë ëndra jon për të bërë pjesë, është e gjitha e lidhur me rinxhinjerimin, me një arkitekturë ekonomike të një vendi i cili duhet të jetë tashmë në standardet e Bashkimit Evropian. Shumë emra të rinj janë fakt në listën tuaj edhe në moshë shumë të re. Nuk po themi vetëm pa eksperiencë politike. Nga ana tjetër ka edhe shumë emra të tjerë që nuk din të shkëputen nga politika. Pse kandidatët, duke pasur parasysh që nuk është vetëm lista juaj e kandidatëve, por edhe 10 alternativa të tjera në këto zgjedhje, në qarqe të ndryshme të vendit, pse kandidatët e kanë kaq të rëndësishme të bëhen deputet? Pra, e din vlerën e përfaqësimit apo është vetëm një ego personale? Nuk mendoj se të gjithë kanë, si më thënë, të fiksuar mendjen që do bëhen deputet. Unë jam vetë një person që kam 35 vjet rrugëve të vendit tim me një jetë shumë aktive, me një biografi shumë të pasur, me plot eksperienca të forta, dhe po më vjen koha dhe bashkohen momentet, ku diun, rastësia, domethënë kushtet ndonjëherë bëhen që pas 35 vjetëve po më vjen radha në një fushat që mund të bëj fushat, sepse kam qenë një kandidat, por në kohë të vjetra ku s'ka pasur do të mundësi të bëj as zgjedhje, as fushat, as asgjë në 96-ën, me një kujtesë shumë të hidhur për atë periudhë, gati, si më thënë, tragjike si periudhë, por mua sot më vjen radha që të mund të kandidoj dhe unë jam për pak bëj 55 vjeç. Pra njerëzit duhet ta kuptojnë që ka një moment, ka kohën e vet, çdo gjë dhe vjen një moment që natyrisht mundësit, probabiliteti është më i lartë, në rast se, domethënë, je provuar më shumë, ke më shumë mundësi që të provosh para qytetarëve se çfarë ke ditur të bësh, etj. Dhe nuk e kam tu thjesht se po flas për veten apo flas mirë për veten, por që dhe unë jam një ndër ta. Besoj që një pjesë e mirë e tyre janë protagonistë, bëjnë një deklaratë politike me këtë kandidim. Ata japin një dorë shumë të rëndësishme, ndonjëherë dora e atyre që janë deputet
që janë kandidat të rinj, që janë me më pak mundësi, pra vullneti që duhet që ata të besojnë të kauza dhe të formula dhe të aritmetika e zgjedhjeve, që është që të gjithë ne të 37 duhet të shtojmë vota në kanistrën e madhe të Partisë Socialiste, që janë vota të reja, pra që janë vota nga grupime që ne nuk i kemi, nga lagje që ne mund mos i kemi, nga krahë të ndryshëm që mund mos i kemi, nga grupe interesi që ndoshta ne nuk i kemi patur në inventarin e po themi votave tona të zgjedhjeve të fundit. Të gjitha këto, të gjithë këta pra të rinj të reja që do japin një dorë me 200, 500, 1000, 2000 vota, të cilat nuk mjaftojnë të të bësh deputet, janë prurja, janë, si më thënë, shtesa më e çmuar e kësaj kanistre që kjo të bëhet me 20 mandate. Pra, sepse ato gjitha do mblidhen dhe matematika është që sakrifikimi në thonjza, po themi, i tyre që vjen edhe ndoshta ndonjëherë me vetdijen se nuk kanë mundësi reale të jenë në këtë parlament, është shumë i çmuar për kauzën. Nga ana tjetër, ju keni qenë dëshmitare që njerëzit lëvizin, njerëzit mund të marrin detyra, që nuk janë në përputhje me të qenurit në parlament, hapen vende, ka një ashensor i cili ata që janë më afër i çon lart. Pra, ka plot lëvizje, shumë deputet janë në parlament sot pa qenë të zgjedhur direkt, po kanë ardhur sepse janë ngritur nga listat, sepse kanë qenë në renditje më afër atyre tjerëve. Pra, do ketë Edhe ky sistem, në fakt, disave ju a jep të gatshëm mandatin e deputetit, ndërsa ju duhet luftoni për to. Po, por në krahun e Partisë Socialiste dhe po themi në mënyrën, në logjikën se si është konceptualistët në rastin e Partisë Socialiste, nuk është fryzuar lista e mbyllur për të bërë një bunker për disa të palëvizshëm. Vetë lista e mbyllur është fryzuar madje për krejt të kundërtën. Ka çar, ka rrëzuar, ka thyer edhe muret më të çimentuara që partia mund të ketë ndonjëherë për të futur aty njerëz të cilët mund të jenë një disruption, mund të jetë një si më thën, një kundërthënie e statu quo-s në parti. Dhe në rast se në parti do kishte, si më thën, njerëz që do ishin patjetër për tu mbrojtur në një istikam që do ishin të palëvizshëm, të siguroj që do ishin gjithë listën e mbyllur. Po një parti që nuk e përdor listën e mbyllur për këtë, po fut atje edhe më të rinj se ata në listën e hapur, në kuptimin më të panjohur po flas, po që mund të kenë kontribute. Ne kemi një problem me çështjen e të panjohurve në këtë vend, që ne mendojmë që nëse nuk e kemi parë për natë televizor, ai ose ajo s'ka të drejtën të përfaqësojë njerëzit. Nuk është kështu. Ata mund mos dinë të flasin njësoj, mund mos dinë të kenë, po themi, fjalimet njësoj, mund mos dinë të kenë po themi, eksperiencën që t'jenë mësuar me televizionin dhe me studiot, po ata mund t'jenë qytetar model në fushat e tyre, mund t'jenë profesionist model, mund t'jenë njerëz të cilët mund të na sjellin të gjithë së bashku dhe lista e mbyllur në një farë mënyrë në konsciencën e votuesit votohet. Sepse një listë e mbyllur është, si më thënë, fillimi i garës me një listë mbyllur shumë mirë, është një fillim, është një ditë e parë mirë që në mëngjes dhe është një ditë e nisur mirë. Kështu që unë mendoj që dhe aty ne nuk jemi absolutisht të diskutueshëm, është një listë me emra, mund të jenë për shembull ministra me portofolin më të vogël, nuk e kanë, si më thënë, eksperiencën ose portofolin dhe mundësitë e një dikasteri më të madhe, mund të kenë, por mund të jenë menaxher dhe mund të jenë drejtues shumë talentuar, të cilët meritojnë të jenë në parlament dhe kanë mundësi të kontribuojnë shumë në parlament me ligje, me reforma, me Kam edhe shumë pak sekonda në dispozicion për një pyetje të fundit. Po se kemi orën që punon kundër nesh. Sigurisht, duke pasur parasysh edhe që jemi në minutat e fundit të fushatës elektorale. Do doja ta mbyllim bashkë me një bast personal. Me sa vota merr mandat Blendi Gonxha në këtë zgjedhje? Unë jam, ja u thash, unë jam i vjetër boll për të mos gabuar në këto gjëra dhe nuk dua, jam dhe tip, si më thënë, që kujdesem shumë të mos si bëj kashillik asnjë lloj faktori që mund të jetë, po themi, në favor, në kuptimin e asaj pritshmëria shumë pozitive që unë ndjej rreth vetes, ekipit dhe kandidimit nominal në këtë rast, por kjo është më pak e rëndësishme se sa rëndësia e fitores dhe mandateve, pra çfarë do gjëhet ndodhte me Blendi Gonxha nëse ne nuk marrim minimalisht, po themi, një numër mandatesh, për shembull, unë do doja që këtë numër minimal ta vendose tek 20 për Tiranën. Nëse ne nuk arrim të objektiv, nuk të kishte asnjë kuptim numri i madh apo kush e di se çfarë do ndodhte me një prej nesh, me mua në këtë rast. Në vota personale. Kjo, pra duhet mos humbim fokusin, sepse mundet që një
gabimi imi dhe mundet që një, po themi, nxitimi imi në atë që unë mund ta lexoj ndoshta me entuziazëm tani dhe me eufori, të përkthehet nesër në një mesazh të gabuar ndaj atyre që deri nesër dhe deri pas nesër akoma e kanë për ta menduar votën. Unë mendoj që është eksperienca më e bukur e jetës time, është eksperienca më e jashtëzakonshme e jetës time. Unë kam kaluar një jetë, ja u thash, me shumë eksperienca të forta, me shumë ngjarje. Jeta ime nuk është një nga jetët më të thjeshta në qarkullim, në kuptimin atyre që janë në skenën politike, por zgjedhje më pozitive, si themi, elektorat që tjetë kaq me qytetari i vëmendshëm për cilësinë e komunikimit, për mënyrën se si ne jemi në këtë fushat si ekip, si mesazh, si themi si propozime, si gjithë koha që kemi kaluar së bashku të muaj me elektoratin, më jep të kuptoj që ne do kemi rezultate shumë mira. Natyrisht edhe unë do kemi rezultate shumë mirë, mendoj. Por t'ju them se sa është ky rezultat në vota, më duket sikur nuk është shumë respektuese për votuesit. Ju kuptoj shumë mirë. Unë ju uroj suksese në 11 maj dhe faleminderit për këtë bisedë që zhvilluam së bashku në këtë Dhe një gjë, juve si media, ndoshta mund ta kishit bërë një sondazh vetë për kandidatët. Nuk e di, a ekziston një sondazh i tillë, po ndoshta mund të kishit vetë ju, ose po themi media të ndryshme, ose po themi Unë nuk mund t'ju jap një shifër për momente. Jo mund ta bënit vetë në kuptimin, ju mund dini edhe më shumë se unë, edhe mund të ishit edhe më të ftohtë në gjykim. Shumë faleminderit që ju kisha në studio, suksese. Shumë faleminderit juve. Ndërsa ne do të ndalemi pak edhe në aktivitetin që mbajti Partia Demokratike në mbyllje të fushatës, programi ynë është për t'i rikthyer Shqipërisë rinin. Me këtë refren e mbylli Sali Berisha fushatën e Partisë Demokratike nga Tirana në ditën e fundit të maratonës një mujore. Berisha në një farë mënyrë përsëriti premtimet e fushatës për programin 5 vite pa taksa, kredit buta për ata që kthehen nga jashtë. Nuk do të ketë një vend tjetër me taksa më të ulta se Shqipëria. Ju kërkoj ndjes për ligjet në të shkuarën të bëra gabim, po ju jap fjalën se Sali Berisha do e shlyej këtë borxh brenda një mandati. Me datën 11 maj, votoni ndryshimin, se unë ja sepse vota juaj do t'jetë pas gjithash vot për ditetin tuaj, sepse vota juaj do t'jetë gjithashtu vot për të ndërshkuar ata të pamëshirë që mënyrën më shkjerëzore ju përçmuan ju poshtruan ju detyruan ju njerëz fisnik të qani dhe me lot të ftohta mjerimi. Jo, Shqipëria madhështore do t'jetë vetëm Shqipëria që kap trenin e teknologjisë së lartë. Ju garantoj se Shqipëria do jetë Shqipëria high-techut, epicentër rëndësishme data qendrave, e blockchain dhe kriptomonedave, e internetit 3 dhe inteligencë artificiale. Miq, kjo do jetë Shqipëria në moshën tuaj. Do t'jemi dhe do vendosim regjimin më të ulët të taksave në Europë. Nuk do ketë një vend të dytë me taksa të ulta sa Shqipëria. S'do ketë më diskriminim, s'do ketë pension në 200 euro. Ndaj dhe mblidhuni, të votoni të gjithë, votoni ndryshimin, është vot për suksesin tuaj, por dhe duke kërkuar edhe ndjes për gabime që kjo parti ka bërë në të shkurën në ligjet saktuara. U jap fjalën nderit, se detyrimin që shoqëria shqiptare ka ndaj tyre, Sali Berisha e konsideron borxhin e nderit tij. Dhe ai borxh do shlyhet brenda një mandati. Ai është borxh dhe vetëm borxh. Se pas gjashkës strategjike na doli Ibrahimi strategjike.
Këta 1 dhe 2 këto ministre bëjnë burra strategjik. Do e marrin të gjitha ato prona, që të gjitha ku janë, ku s'janë, do hipen pronarve, mos guxoni të pretni pronat e shqiptarve. Rrofsh Shqipëria, fitore, fitore, fitore. Dhe kështu kemi mbërritur në fund të kësaj hapësire informative. Ju mund të na ndiqni në a2cnn.com, gjithashtu në rrjetet sociale. Unë ju përshëndes këtu. Natën e mirë.